Fizika përparon drejt enigmës më të madhe të universit. Në peizazhin e gjerë të kozmologjisë bashkëkohore, një nga sfidat më interesante ka të bëjë me natyrën e padukshme të universit. Rreth 95% e kozmosit përbëhet nga materia e errët dhe energjia e errët përmes përbërës që nuk emetojnë, nuk thithin ose nuk reflektojnë dritën, duke i bërë ato praktikisht të pamundura për t'u vazhguar drejt për drejt. Vetëm një 5% e vogël korespondon me materien e zakonshme që përbën yjet, planetët dhe gjithçka që mund të shohin. Të kuptuarit e kësaj shumice të fshehur është një qëllim prioritar i fizikës themelore, një enigme që kërkon teknologji zbulimi gjithmonë më të sofistikuar dhe të ndjeshme. Dr. Rupak Mahapatra, një fizikan grimcash eksperimentale në Universitetin ADM të Teksasit, është në balë të këtij hulumtimi. Grupi i tij po zhvillon detektor gjysmë përçues të gjeneratës së ardhme për të pajisur me sensor kuantik kriogenik, instrument të aftë për të identifikuar ndërveprime aq të rralla që ndodhin sot një herë në vit ose edhe një herë në 10 vjet. Këto pajisje përfaqësojnë zemrën teknologjike të eksperimenteve ndërkombëtar të dedikuara për gjueti të grimcave që mund të përbëjnë materien e errët. Metafora e Mahapatrës për gjetjen aktuale të shkencës është e përshtatshme, është si të përpiqesh të përshkruash një elefant duke prekur vetëm bishtin e tij. Ne po perceptojmë diçka masive dhe komplekse, por po kapim vetëm një pjesë të vogël. Rezultatet e punës së tij u botuan së fundmi në një revistë shkencore duke demonstruar ndikimet dhe inovacionet të tij në fushën e fizikës eksperimentale. Materia e errët përbën afërsisht 27% të energjisë totale të universit dhe përfaqëson pjesën më të madhe të masës që përmbahet në galaktika dhe grumbull galaktikash. Prania e saj është thelbësore për të shpjeguar se si këto struktura ruajnë kohezionin e tyre. Pa të, galaktika do të shpërbëheshin për shkak të rrotullimit të tyre të shpejtë.